Shqipëria do të përballet me Andorrën të enjtënt në kuadër të kualifikuesave të botrorit. Për këtë takim, i cili është shumë i rëndësishëm për arritjen në play-off, trajneri i kuqezinjve Silvinho doli në konferencë për shtyp. Në rast se Anglia dhe Shqipëria fitojnë takimet respektive, atëherë kuqezinjtë sigurojnë për herë të parë fazën play-off të botrorit 2026. Përpara transfertës historike në Andorra, ka folur trajneri Silvinho. Braziliani u shpreh në fjalën e tij në konferencë për shtyp. Imagjinojmë që do të jetë një ndeshje e ndryshme në aspektin se Andorra është një kombëtare që Koldo Alvarez ka shumë vite në drejtim, e njeh shumë mirë lojtarët, kanë anën mbrojtëse shumë të mirë, di limitet e lojtarëve. Mendoj se rezultatet nuk janë të thella, do të jetë një ndeshje ndryshe nga ajo e para që shënuam 2 gola shpejt dhe na qetësoi. Kapiteni Gjimshiti tha që të gjitha ndeshjet janë të vështira. Ndeshja e fundit me Serbinë në 45 minuta ishte 1-1, nuk është e lehtë. Andorra është ekip që lufton për çdo centimetër në fushë, është ekip që shpresojmë të fitojmë ndaj tij, por më pyetët dhe them se është e vështirë. Kur flasim për ne po rritemi si federat, të gjithë po rriten dhe rezultatet janë europiani, rruga e botrorit. Është normal, diferenca është gjithnjë më e vogël, por më kryesorja është që futbolli është pasion. Themi që në një ndeshje mund të ndodhë gjithçka. Gjithmonë kur luan jashtë është pak më e vështirë, ka një faktor që të ndikon. Pa dyshim afrohet botrori, për ne në fakt afrohet play-off. E dim që është një hap shumë i vështirë, është një situatë shumë e mirë, nuk ka ndodhur kurrë më parë që ky ekip të shkojë në ndeshjet e fundit në gjendje të shkojmë në play-off të botrorit. Tani duam ta shfrytëzojmë, nëse bëjmë një ndeshje të mirë ndaj Andorrës, mund të ndodhë.